Pret edhe në votim mirë, prit. Po dëgjojmë as e marrim vendim tash. Faleminderit zoti Hoxha. Kërkon fjalën dikush tjetër? Atëherë unë mendoj duke dakordsuar edhe me zotin Hoxha, unë mendoj që mbledhja duhet shlyhet për një ditë tjetër, që të vijë ose kryetari i bashkisë ose në kryetaria e cila ka marrë përsipër për projekt vendimet. Jemi çdo muaj, çdo javë jemi në shkelje të procedurave dhe të ligjit, jo vetëm në mbledhjet e Këshillit Bashkiak, por edhe në mbledhjet e komisioneve dhe mbledhjet e kryesisë. Të lutem ka ardhur momenti që të merrni situatën në dorë dhe të veprojmë sipas ligjit. Faleminderit. Faleminderit zoti Nika. Nëse nuk ka komente të tjera, po? Është fjala për... Po, vetëm të lutem shtyp, Asan, shtyp butonin dhe ta jap fjalën. Dhe të merremi me formalitete të tilla, unë i quaj formalitete këto, duke pas parasysh rëndësinë e këtyre vendimeve, një nga cilat është plazhet, që jemi biles, jemi shumë të vonuar në këtë në shqyrtimin, në analizimin dhe vendimet për të pikë, them që duhet vazhdojmë mbledhja pa diskutim edhe pa pjesëmarrjen e ti. Po, unë po t'istoj atë që mendoj unë, të lutem. Edhe të lutem, mos fol nga vendi se kur ne flasim pastaj, ju ngriheni edhe bëni këtu. Unë kështu e mendoj që të vazhdojmë mbledhja, të merrem vendimet. Po, zoti Gumbarti? Faleminderit kryetare. Edhe unë si sta zoti Hoxha dhe zoti Nika, në qoftë se do vazhdojmë me shkeljen e rregullores dhe të ligjit, ju vazhdojeni mbledhjen, kartonat i keni, edhe kolegu tha ta vazhdoni në shkelje të ligjit, ne do vazhdojmë procedurat tona te prefektja në gjykata administrative, siç kemi vazhduar për çdo shkelje të ligjit ju bëni. Faleminderit. Faleminderit zoti Gumbardi për propozimin e zotit Hoxha për ta shtyrë mbledhjen radhës së tjetër. Jo, ashtu thatë. Jo, për vendimet që janë firmosur nga kryetari i bashkisë, duhet të trishen, nuk tash shkëlqet vetë. Në rregull. Për vendimet e firmosura nga kryetaria e bashkisë, të shtyhen për mbledhjen e radhës, sa veta kemi pro? Po ku i kemë 12? 9 pra 9 i 10. Po jo pra si ke. Po shtyp butonin dhe po sa janë? Shtype butonin dhe numrat të lutem citoj me zë. 10. Është e këta hapur, e ke gati. Atëre, në lidhje me kërkesën e zotit Tatir, të hodhë në votim dhe nga këshilltarët e djathtë janë 10. Kërkojmë në votim nga këshilltarët e majtë. Jo, nga A është propozimi nga ana Gjergji, të lutem. Gjergji, të marrojmë. Atëre 10. Ta kalojmë. Po. Atëre 10 vota pro, sa vota kundër janë? Sa kundra? 10. Sa vota kundër, të lutem Nela, të lutem. Vazhdojmë. Kundër. Vazhdo kundër. Nuk thasha shumë. Në lidhje me kërkesën e opozitës, në qoftë se dëgjoj. 26 vota kundër, 10 vota pro, vazhdojmë mbledhjen e Këshillit me këtë rendite që kemi parashitur.